Shikues të nderuar, po fillojmë emisionin të vlogu. Këtë ditë kemi qenë dëshmitar të dy përpjekjeve të mbajtjes së seancave të Kuvendit Komunal, të ashtu quajtura të jashtëzakonshme, por që të dyat dështuan për shkak se opozita i lëshoi sallën, duke filluar që nga PDK-ja, nga vetëvendosja dhe grupi 3+. Për arsye se atëherë po paraqiten si 3+ herë. Prandaj personat kemi zgjedhur këtë çështje të debatit, shikuar nga prizmi i pikës së 7 të rendit të ditës, ku pushteti lokal kishte paraparë që të hedhet në shqyrtim dhënia e disa parcelave në qytet për shfrytëzim afatgjat, ku ishte paraparë të bëheshin disa apo parashihet të bëhen disa ndërtime, të cilat mbase mund edhe ta ndryshojnë krejtpamjen e qendrës së qytetit. Për të diskutuar për shumë këto aspekte, edhe për të sqaruar shumë nga këto shqetësime, të cilat nuk janë vetëm të opozitës, por as vetëm të opozitës, por janë edhe të qytetarëve, sonte me ne janë zoti Xhavet Zariqi, nënkryetar i komunës së Ferizajt, pastaj është zënjush Albolina Andrecaj, koordinatore e projekteve të JQS-po, e cila njëherët është monitoruese e punës së Kuvendit, si edhe këshilltarët e PDK-s Lulzim Aliu dhe ai i vetëvendosis Sulejman Zeka. Unë ju falenderoj që jeni së bashku këtu me ne për të sqaruar shumë nga këto aspekte të cilat mbasi kanë qenë edhe pjesë e shumë komenteve dhe për folur në qytet në fillim të kësaj jave. Zoti Zariqi, seancat u menduan të jenë të jashtëzakonshme, por në esencë na ndodhet diçka tjetër jashtëzakonshme. Na ndodhet pikërisht dy përpjekjet e dështuara për të mbajtur ato. Pse erdhë deri tek ju? Faleminderit, përshëndetje për gjithë ju këtu prezent dhe për qytetarët e komunës Ferizajt, cilët e ndjekin këtë emision. Fillimisht duhet të them se nuk ka pas përpjekje për dy seanca, por bëhet fjalë për një seancë dhe për 2 ditë për të njëjtën seancë. Duke pas parasysh se sipas agjendës ditën e parë, që ka qenë dita e martë, ka dështu dhe gjithashtu ka dështu e njëjta seancë edhe ditën e mërkurë, dhe arsyeja pse është thirrë ditën e mërkurë ka qenë sepse kemi pas të bëjmë me një projekt ose projekt ligj që është korniza buxhetore e që është obligative të miratohet për arsye se është një orientim i buxhetit për 3 vite, 2016, 17 dhe 18. Po kësaj kishte edhe pika tjetër. Vetëm pak. Pikërisht ato dhe duke pas parasysh se kërkesa me limit buxhetor nga Ministria e Financave ka ardhur me vonesë, kryesuesi është detyruar me thirr seancë të jashtëzakonshme, që edhe për mua është e parasyshme. Dhe sikur të ishte këshillu me mua, nuk do të thirrej seancë të jashtëzakonshme, po do të thirrej seancë e rregullt, duke hyrë një pikë gjatë çka ka motivuar kryesuesin që vetëm duke hyrë një pikë për miratim kroniza buxhetore, sepse ka pas arsye ligjore. Është ardhur me vonesë, prandaj edhe mund procedohet me procedurë të shpejtë. Po jo seanca e jashtëzakonshme. Se mund të shprehem, ndoshta ka qenë vetëm pika tjetër. Absolutisht, pika e jashtëzakonshme, sepse ka pas arsyetimin kohor, domethënë ka ardhur me kohë më vonë, pas asaj që ka qenë shpërndahet materiali për deputetët e Kuvendit Komunal, dhe kjo nuk është hera e parë, po unë lirisht mund të them 14 vite kam qenë delegat në Kuvendin Komunal, asnjëherë nuk ka ardhur me kohë. Domethënë është një traditë që është e keqe, po është diçka që komunat gjenden mbase para aktit kryer. Dhe komunat gjithmonë gjenden, jo vetëm Ferizaj, por gjitha komunat e kanë pas njëjtën gjendje. Dhe asnjëna s'ka marrë seancë të jashtëzakonshme, po e kanë fut pikën e rënë ditës si të jashtëzakonshme dhe domosdoshme për miratim. Sepse është një hapje e rrugës për krijimin e buxhetit për vitet vijuse ose vitin vijus 2016. Dhe duke u nis nga kjo, normal që ka pas arsye edhe të ketë pika tjera të rendit ditës. Sikur të ishte seancë e jashtëzakonshme, nuk do të mund të kishte pika tjera të renditës, po pika ose seanca e jashtëzakonshme ftohet vetëm për një çështje, që duhet të jetë urgjente, emergjente, me intervenim të shpejt, që s'ka kohë me prit etj etj. Ka ndjeshmëri. Ka ndjeshmëri dhe kuvendi mund lidhet edhe më 2 ore me telefon, mund thirrën sepse është një çështje që duhet merret. Larg asaj për situata mbase edhe emergjente. Po bazuar në këtë
nuk është miratu as korniza, gjë që nuk e bllokon megjithatë, nuk e bllokon çështjen e buxhetit vitit vijus ose kornizës buxhetore, sepse këtë çështje me legj apo tash është në dorën e tjetër kujt të përcakton fatin e disa projekteve tona. Dhe mund ta merret ashtu si është ose me ndryshime, po tash varet nga vullneti i ministrit dhe personave zyrtar në Ministrinë e Financave që merren me këtë çështje. Sa i përket çështjes së ndërprerjes ose mos fillimit të seancës realisht, unë besoj se opozita nuk ka pas asnjë arsye, kjo është mendimi im, sepse se ka arsyetuar me asgjë, e vetmi arsye ka qenë që nuk mund të futet në renditës pika e 7 e cila ka pas të bëj me dhënien në shfrytëzim të 4 parcelave dhe nuk bëhet fjalë për 8 as për 10, po të cilat janë parcializuar, po janë pronë e komunës. Dhe do të kthehemi bazuar në këtë, më vonë, po. Lirisht që nuk kanë pas drejtë sepse nëse është kështu, na thuaj se në çdo seancë kemi dhënë nga një parcelë shfrytëzim. Dhe asnjëherë nuk u lëshu seanca. Po çështja është sepse këto parcela janë në qendër qytetit, ku synohet të bëhet ndryshim dhe përmirësim i jetës së atyre që banojnë nëpër ato banesat vjetra dhe të ndryshohet pamja e qytetit ku do të fitonte qyteti në tërësi, edhe komuna, edhe qytetarët. Ne do të kemi rast shumë më të përmirësuar, zoti Aliu, vepruat ashtu si kur nuk pritin mbase. Pritet që në mënyrë të jashtëzakonshme të kalojë një situatë e aprovimit të një kornize afatmesme buxhetore. Kurse doli që të jetë diçka tjetër parsorë për juve sesa korniza. Cila është e vërtetë? Realisht përshëndetje Spori dhe faleminderit për ftesën. Korniza afatmesme buxhetore nuk ka qenë arsyeja kryesore në pse kemi qenë kundër e kemi lëshuar, nuk ka qenë e përgatitur mirë. Janë disa prej arsye, disa janë për arsye mirë, po megjithatë edhe korniza afatmesme parashë një vizion, një qeverisë që është në pushtet. Edhe kundër kësaj na mund të kemi vërejtje, mund të kemi gjëra që s'na pëlqejnë, mund të shtojmë variantin e juaj. Mirë, po kjo është shumë demokratike, absolutisht. Dhe kjo ka qenë arsyeja më e vogla në kuadër të qëllimit tonë që kemi pasur me ndërprej seancën. Në fakt, vetë përgatitja, ashtu siç e tha në kryetari, e seancës në mënyrë të jashtëzakonshme ka qenë për neve e papranueshme, sepse e kemi llogaritur që është një tentim mashtrimi që në kuadër kësaj mbledhje të jashtëzakonshme të futën pikat të cilat është dashur edhe do të kalonin në fakt për shkak të numrave që i kanë në kuvend. Dhe për mi pengu që edhe ne të mos jemi pjesë e këtij mashtrimi ose të mos e lejojmë procesimin e një tendence të tillë, na kemi marrë vendim për me ndërprej seancën. Në fakt është bërë një keq interpretim i asaj pse kemi ndërprej mbledhjen edhe për anëve të gazetarëve, por këtë arsytojnë nga aspekti që i mosnjohjes të drejtë edhe të saktë të çështjes të cilat kanë qenë në pikën 7 të renditës. Në fakt, unë kam dëgjuar në emisionet televizive që kjo komuna ka marrë një hap për ndërtime të reja në qytet me partneritetin publiko-privat edhe me ligjin e koncesionit, që në fakt është e kundërta. Sikur propozimet kur vim te pika 8 ndoshta e detajojmë më tepër, po sikur propozimet të bëshin duke u bazuar në këto ligje, ne nuk do të kishim fare problem, sepse janë ligje që e përcaktojnë këtë mënyrë të ndryshimeve në qytet. Ideja që e thanë në kryetari është një ide ne mund ta quajmë brillante sepse është një prej ideve që na e kemi pas. Nuk daton edhe prej kohës kur ka pas pushtetin pikërisht PDK-ja, po. Bile kujtoj që kjo është ide drejt për drejtë në kryetarit sepse është diskutuar në kohën kur ky ka qenë pjesë e strukturës së Partisë Demokratike dhe ne nuk kemi gjë kundër këtyre ndryshimeve. Mund të kemi vërejtje për pjesë caktuar sa i përket rëndësisë të atyre objekteve që janë, po jo në parim nuk kemi. Realisht unë dua të theksoj disa. Atë çka ju ka dallu këto 2 ditë? E para, tentim mashtrimi i kryetarit, sepse unë kujtoj që në fakt ashtu është, sponsorizuesi kryesor i pikave të renditës për mbledhjet e jashtëzakonshme është kryetari. Kryetari ka drejt me thirrni mbledhje të jashtëzakonshme me disa pika të cilat kanë lidhje me një çështje të caktuar, jo me çështje ndryshme. Mirë po, e ka keq përdor të drejtën me ligj, e cili e përcakton që seancat e jashtëzakonshme nuk ka mundësi me ndryshu pikat e renditës. Domethënë vjen e gatuar, pavarësisht nëse është e kërkuar prej kryetarit apo prej grupit të deputetëve. Edhe kët mos ndryshim të pikave të renditës, kryetari në jo mashtrim? Po, tentim mashtrim. Realisht. Po, nuk du me arsyetu sinqerisht më them. Seancën e jashtëzakonshme ka thirr kryesuesi, pa vullnetin e kryetarit. Nuk ka drejt.
kryesuesi ka thënë me drejtë e pa drejtë. Absolutisht. Unë po të garantoj se unë jam pjesë e çasoj që jam qenë edhe pjesë e debatit që unë e kam kundërshtuar. Në kryetar. Nuk mund me thirrje për debat të jashtëzakonshme. Në kryetar. Të drejtën nga kryesuesi. Të drejtën për seancë të jashtëzakonshme atëherë edhe përgatitja pas ka qenë jashtëligjshme, sepse të drejtën për seancë të jashtëzakonshme ka vetëm kryetari edhe 1/3 deputetëve të kuvendit të komunës. Tjetër, çka kemi vërejt na, ka qenë një tentim mashtrim me materialin ofruar gjithsesi me mashtrim me paraqitjen jo reale të pronësisë së parcelave. Domthonë edhe në kryetari tash po të thënë se janë në çështje 4 parcela, ndërsa janë të prezantuara dikon 15. Bile 15 raste. 15 raste. Bile në kuadër të propozimeve ka parcela të cilat janë nuk janë të komunës. Ka parcela të cilat, domethënë që në parë emra nuk mund me shpall absolutisht një provë për me dhënë shfrytëzim nëse nuk është provë e komunës. Po së paku nuk dihet pronari apo titullari i plotë. Dihen po, prandaj na po themi që ka qenë tentim mashtrim. Po nëse e kapim prap temën më vonë kësaj pike, unë e kam të argumentuar. Tentim mashtrimi është edhe pa debat publik. Edhe po të mirët iniciativa, edhe po të pajtuar gjithsesi, është ide brillante, pajtuam plotësisht, pa debat publik, pa e marrë pëlqimin, idejës për qytetarëve që janë pjesë e jetës në këtë qytet, domethënë për një komunitetit. Tentim mashtrim për mua dhe grupin parlamentar më skandaloz ka qenë me ligjet të cilat janë bazuar për më bë realizimi i pikës 7. Domethënë janë kryetari gjatë propozimit të vet. Në kryetari po thotë që është propozim i kryesuesit, por kryetari ka propozuar domethënë mbështetur një disa ligje të cilat ja mundsojnë anashkalimin e elementit kryesor të demokracisë, domethënë konkurrimi i lirë, mbas të një rregullore që e ka propozuar. Bazuar në këto, domethënë dilema jonë është tentim mashtrim për qëllimeve të përfitimeve materiale, sepse kjo është rruga e saktë e devijimeve, e mashtrimeve dhe përfitimeve materiale personale të pse po mendon ti të ishte aprovuar që do t'i hapi dy këtyre përfitimeve. Kjo ka qenë rruga më e mirë që kuvendi i komunës do t'ja përgatiste qeverisë, në këtë rast kryetarit dhe stafit të tij për manipulime. Kjo është edhe juridikisht e arsyetueshme kur domethënë i lejohet rruga, dilemat, dyshimet janë. Nëse unë kam potencuar edhe në mbledhjen e jashtëzakonshme se asnjëherë asnjë akuzë nuk e kemi bë që kryetari ka bërë vjedhje ose devijime në drejtim personal. Por kjo është rruga që atij ja mundson, atij dhe stafit të tij. Tjetër, kërkoj falje, po kam dëshirë që ti theksoj ato dilemat tona sepse ka qenë e paraqitur shumë ngushtë, domethënë arsyeja pse e kemi lëshuar mbledhjen. Tentim mashtrimi nga ana kryetarit me kërkim të besimit nga kuvendi për të përmirësuar më vonë bazën ligjore. Ai ka kërkoj para nesh në kuvend që ta procesojmë kështu si është, por nëse është kundër ligjit, unë do të shkoj në ministri dhe do ta ndryshoj. Nuk është e vërtetë sepse kemi dëshmi, kemi zonën 98, e cila është procesuar, është miratuar, kemi votuar, ka kalu, tash ministria ka kthyr përgjigje negative. Këtu njerëzit kanë marrë leje, kanë filluar ndërtime, domethënë edhe absolutisht nuk ban riparim të ligjit domethënë ose të bazave ligjore të cilat i paraqet. Tentim mashtrimi tjetër është me premtimin se ai nuk shkel ligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së palogjshme. Domethënë, çka pika 7 është e bazuar në çet ligj, për dhënien në shfrytëzim të pronës edhe për këmbim të pronës. Ndaj kena dy dëshmi që do t'i paraqes më vonë që kryetari pikërisht çet ligj e ka shkel dhe na nuk kemi besim që ai nesër kur t'ja japim të drejtën nuk e shkel. Mund ta përmirëson, po. Edhe një tjetër, lutem. Tentim shumë shkurtimisht. Tentim mashtrimi tjetër ka qenë rasti i mbledhjes së kaluar. Ne kemi pranuar si tentim mashtrim ndrimi i anëtarëve të komisionit vlerësues, pikërisht për dhënien e tokave në shfrytëzim. Ai ka ndru një anëtar, dy anëtar në fakt, njërin me arsye sepse ka vënë ndrimi drejtorive, ndërsa e ka ndruar drejtorin e planifikimit. Ka pas të drejtë ta bëjë këtë? Ai ka të drejtë, po e ka ndruar me qëllim për shkak se ai është i papërshtatshëm për të. Për shkak raportet personale që i ka kryetari me stafin e vet, brenda partisë të tij, domethënë e ka bërë kjo juja për shkak? Jo, nuk është insinuat, kjo është realitet. Raportet e tij me stafin e vet, edhe me drejtorat, edhe me brenda partisë, domethënë janë të acaruara dhe këtë problema e bërë në kuvend, ndërsa ne
tash me vetdije, me ngrit dorën edhe m'ia von rrugën atij tamam që na po të shohim që sjell shumë fakte. Zoti, edhe e fundit, edhe maniera të ndëgjosh zotë Zeka edhe e fundit, edhe arsyeja e fundit është tentim mashtrimi me shantazh. Ai po tenton disa herë që ai më na kërcënu që na me pranu një far kërcënimi të tij, një far shantazhi të tij, domthonjë që na me pranu ato që ai paraqitaj. Kjo është ndoshta arsyeja më e vogël, po është një praktikë që kryetari vazhdimisht e bën. Mirë, zotë. Lutem në vit jem transparent, edhe të jem demokratik në diskutim. Unë nuk e besoj që supozime, janë paragjykime, janë prejudikime. Asnjë nuk qëndrojnë. Bazuar të gjitha në ato çka i kanë sjellë ju në kuvend. Ta sqaroj. Në kryetar. Absolutisht nuk mund thuhet se dhënia në shfrytëzim është keq përdorim. Sepse ligji ja jep. Jo, nuk tham absolutisht nuk ke drejtë as askush tjetër me prejudikuese nëse merret një çështje në formë ligjore për çështje të ndryshimit qytetit ose për ndonjë projekt, çfarë dush natyre qoftë, se e ban për përfitime personale. Po të votojë. Unë vish pak. Absolutisht do të hapej. Vish pak. Afrem. Po të votojë, do të hapej rruga për procedim të më të tjershëm. Duke bë projekte transparente, duke bë konkurrim transparent dhe publik nga të gjithë ata që do të dëshironin të konkurronin për ato projekte. Kështu, në kryetarën nëse nuk është ta mendoni që është kaja kundër çfarë zoti Zariçi? Jo, nuk është pse po mendoj unë. Nuk është pse po mendoj. Neni 20, në cilën është ta përfundoj unë. Apo dëgjoj, tash ti po kundërshton. Po të kundërshton, po ta drejtoj ç'është është. Dëgjoj. Do të kemi kohë, zoti Alio, vetëm të jap. Jo, vish pak, ja, do të më sqaroj deri në fund. Shumë mënyrë më të përmbledhur, lutem. Nëse çdo ngritje ose çdo ndërtim në çfarë dush projekti me interes qytetit, qoftë me koncesion, qoftë me dhënien të shfrytëzim, është me paragjykim se ka keq përdorim, ne duhet ngelmi këto dhe zguzojmë të lëvizmi kort. Po megjithatë, nëse bazoheni nga një e kaluar, fatkeqësi shumë e keqe, po kemi disa shembuj jo të mirë të koncesionit. Ne kemi dy objekte me koncesion që në asnjërin as komuna nuk ka përfituar asgjë. Dhe nëse bazohemi nga kjo, ky mund ta ketë një paragjykim drejt. Po kjo do të thonë që përsëritet gjithmonë. Dhe unë po e tregoj si punë Barcelete, po është realitet. Luli pak është ja bon, po më nkesë në është luli personal, jo, po partia jam edhe e ti atëherë, edhe jam i atëherë tash tashmë. Ja ka bon sikur dy veta kur janë ulë në tryezë me hang petlla. Njëri pa sy qarr, tjetri me sy. Ai çorri i thoshte këtij pse pi marr ka dy. Tha, ku po më shem për atë që pi marr ka dy? Tha pse jam të i marr vet. E pse këta e kanë bon pa përfitime? Mirë, është një aludim jo mirë për. Jo, aludim për realitet. Për verbrini partive tona, sepse është Zeka, është ndërtesë për ballë spitalit që komuna s'ka përfituar asgjë. Kemi me dorë aty, zotë ti je i bindur, zoti Zeka, ju përveç që lëshuat, po mendoj subjekti juaj përveç që lëshoi seancën, edhe përpjekin për vazhdimin e saj, ju keni pas këto ditë edhe një konferencë dhe pastaj keni pas edhe një performancë protestuese paraprakisht, para se një farforme e keni preeduku apo keni veprimet e juaja kanë qenë uvërtyre asaj që ngjau në kuvent. Kishit ju informata shtesë më tepër apo? Faleminderit. Përshëndetje për panelistët dhe qytetarët e Ferizajt. Ndoshta lënia një kohë ka gjatë për të marrë fjalën këtu, le edhe diçka pastaj për të diskutuar më shumë. Është hera dytë që me zotin Zariçi jemi në një debat saktuar dhe është hera dytë për koincidencë që e tregon netën Barcelet lidhe me petllët dhe të verbrit pastaj le të shirën me to. Pas kemi një debat. Kemi qenë në debat në emision në TV. Po s'u fillova të mendoj mos kanë gjallë në këtë studio jo, pas çëndë. Kjo le pastaj shumë për të kuptuar se vazhda e shkeljeve ligjore ose shkeljet ligjore kanë një histori në komunën e Ferizajt. Dhe që kanë një histori tani më po vret nga vetë debati i dy panelistëve. Ne si lëvizje vetë vendosje në kuptim të procedimit si mbledhje ose si seancë jashtëzakonshme. Kemi bërë vrejtje në kuptim të një lloj aksioni protestues para ndërtesës së Kuventit Komunal në ditën apo në kohën kur do të duhet mbaj seanca tani më siç po quhet e jashtëzakonshme, natyrisht pastaj është përcjellur edhe me një konferencë për media. Se seanca
është apo s'është e jashtëzakonshme, kuptim të mënyrës se si është thirrur, është çështje pastaj për të kërkuar një interpretim të saktuar ligjor. U tha këtu që seancat e jashtëzakonshme kuptim të ligjit thirrën nga kryetari i komunës dhe natyrisht thirrën nga 1/3 e anëtarëve të kuvendit të komunës. Që në rastin konkret nuk e kemi asnjë rast. Vetëm kemi një thirrje të seancës nga kryesuesi i kuvendit, i cili neve personalisht mua më njofton, thotë se nesër kemi një debat publik, me rastin e marrjes së materialit njoftona edhe për seancën e jashtëzakonshme, që do të thotë kemi shkelje të procedurave ligjore dhe të rregullore së punës së kuvendit komunal. Shohet pyetja si dhe pse. Po të ishte thirrur nga kryetari i komunës, do të duhej proceduar si e tillë. Nuk është proceduar si seancë e jashtëzakonshme e thirrur nga kryetari i komunës, dhe nëse do duhet thirrur nga kryesuesi i kuvendit ka obligime ligjore që pastaj në konsultim me subjektet që përfaqësohen në kuvend, me anëtarët e kuvendit, kryesisht tani me Komitetin për Politikë dhe Financa, ta procedojë them kushtimisht seancën e jashtëzakonshme. Të ndalim më tepër në përmbajtjen e seancës sesa në formën e thirrjes. Po natyrisht forma. A ka bërë të jashtëzakonshme pikat e rendit të ditës, a mënyra e thirrjes? Kryesisht tani me forma është e kurzuar nga përmbajtja. Do të intereson përmbajtja sesa ndoshta është shkelje procedurale, është shkelje por është shkelje më e vogël parimisht po. Dhe në qenë se është kështu, atëherë edhe vetë përmbajtja e pikave, të janë proceduar për seancë të zakonshme dhe fula në them kushtimisht në pak e disa pikave. Po. Pastaj i vënon në pikpyetje shumë gjëra. Shkeljet procedurale kuptim të thirrjes për pikën që kemi reaguar ne kuptim të mirëtimit të konisë afatmesme buxhetore. Kemi shkelje flagrante të ligjit, udhëzimit administrativ dhe rregullor së punës së vetë kuvendit komunal për transparencë. Është shkelje flagrante pse ne kemi paraqitur në seancë. Atë po del që më mirë që nuk është aprovuar sipas jush, apo? Më le ta përfundoj. Po. Pastaj futja e pikave tjera, tani më qenë se përfundoi për rendin e pikën numër 7, fare e parasituar në kuptimin ligjor. Pavarësisht saj, këtu janë 15 prona, që janë proceduar, pa asnjë arsyetim ligjor, duke i munguar baza e mërfil ligjore, vërejtë që është bërë në Komitetin për Politikë dhe Financa. Po mendon për pikën 7 tash. Për pikën 7, dhe natyrisht mungesa e një arsyetimi edhe ekonomik, edhe urbanistik, edhe kuptimi. Mungesa e fleksibilitetit, në raport fizibilitetin fakt. Po, në raport me këto parcela që janë dhënë apo janë proceduar për të vurë në diskutim publik. Vetë si kemi bërë në seancën e Komitetit për Politikë dhe Financa. Prandaj, duke nisur nga kjo, qysh fillimi i kësaj seance, tani me sipas e zakonshme, është të përcjellur me shkelje dhe natyrisht shkeljet që janë bërë kuptimin procedural. Çojnë drejt natyrisht edhe tek lëshimi i seancës, sepse edhe një herë ekzekutivi i komunës së Ferizajt me dashje them, duke vepruar me logjikën e numrave, procedon pika për të cilat shkel ligjin dhe natyrisht pika të cilat nuk janë tani më në interes të vetë komunës, gjithsesi qytetarëve të komunës së Ferizajt. Mirë, pas se t'ja kaloj fjalën përfaqësuesit e Inpos, po më intereson për arsye se para qytetarëve jemi të gjithë përgjes, por në atë kuptim është edhe pozita edhe opozita. Ka pas koordinim mes opozitës apo ka qenë një harmonizim i aty për aty shumë i qëndrimeve? Apo një refleksion i njëjtë, kur gjë më tepër? Është natyrshme kur kemi se kemi 3 subjekte pak a shumë, duke llogaritur edhe grupin 3+, që keni reaguar në mënyrë të njëjtë, po. Interesat e subjekteve, tani më, kuptim të interesat e qytetarëve të komunës, natyrisht ka koinciduar që të kemi në një vijë me subjekte. Vetëm një element, a keni pas parasysh faktikisht që mos aprovimi i kornizit mund të rrezikon pikërisht interesat e qytetarëve? Jo drejt për drejt të pozitës. Një pyetje që do të më bëj kryetarit, që është ekzekutivit të komunës. Mirë. Si miraton me kryetarin, kuvendet dhe miraton. Mirë, zotë Zarishi. Jo jeni përgjes. Në kuptim të procedimit. Në kuptim të procedimit të pika. Zënjush Ndresa ndëgjuam patëm shumë përplasje faktesh dhe argumentesh anti edhe për edhe kundër mënyrës së thirrjes dhe zhvillimit të punimit të seancës së jashtëzakonshme. Në anën tjetër Impoja më njëherë pas ditës së dytë ka dalë me një reagim. Çka kanë vlerësimet e juaja ku në esencë është bërë shkelje mas pari për thirrje e pastaj edhe për ndoshta për përmbajtjen e pikave të rendit të ditës. Faleminderit. Mas pari kisha dashur me potencu se në këtë debat jemi të thirrur që ta informojmë qytetarin edhe të dinë se si punon komuna dhe cila është
domethënë roli i komunës në vendimarrjen i cili reflekton drejt për së drejti interesat e qytetarëve. U fol këtu shumë për mënyrën e procedimit të mbledhjes së jashtëzakonshme, gjithsesi se komuna, kryetari i komunës në bashkëpunim me kryesuesin ka drejt me thirrë një seancë të jashtëzakonshme, mirë po momentumi në të cilin është thirrë seanca e jashtëzakonshme absolutisht nuk e përmbush asnjë kriter të praktikës parlamentare që të thirrët një seancë e jashtëzakonshme. Seancat e jashtëzakonshme thirrën në momentin në mes të dy mbledhjeve të rregullta të komunës, e cila thirret për një çështje të një rëndësie të veçantë apo të një interesi të veçantë publik. Kështu që rendi i ditës, i cili ju është ofruar anëtarëve të kuvendit të komunës, nuk ka pas asnjë rëndësi të veçantë duke përfshirë dhe kornizën afatmesme buxhetore. Ne si po pajtohemi se korniza afatmesme buxhetore është dokumenti procedural është ka qenë e pritshme, po. Dokumenti më strategjik i cili përcakton objektivat e komunës se si do të zhvillohet për 3 vitet e ardhshme. Mirë po, komuna ka qenë njoftuar me kohë se seanca e qershorit duhet të shqyrtohet edhe të miratohet korniza afatmesme buxhetore. Është e papranueshme arsyetimi se ministria e ka vonuar dërgimin e qarkorës së parë buxhetore në komunë, ku ajo e specifikon qartë se cilat janë hapat edhe çka duhet të bëj komuna në hartimin e kornizës afatmesme buxhetore. Ne si IMPO, qysh në muajin maj, në fillim të muajit maj, kemi bë presion të Drejtorisha e Financave edhe të zyrtari kryesor financiar lidhur me kornizën afatmesme buxhetore. Ne kemi bë presion të madh që të bëhen dëgjimet publike dhe korniza afatmesme buxhetore të hartohet karshi interesit të qytetarëve. A keni marrë përgjigje prej? Ne kemi, do me thënë, gjithmonë ka qenë ajo se ka ardhur vonë, arsyetimi ka qenë se ka ardhur vonë, po ne jemi duke punu, sepse komuna gjithashtu është obligueshme që të hartojë dhe qarkore të brendshme. Komunën e ka zënë, sikur me thënë, pjetazi qarkorja, gjatë që nuk është dashur me ndodhë që të bim deri në një pozicion i tillë ku për hir të qarkorës të thirrët një seancë e jashtëzakonshme. Duhet të rikujtoj se kuvendi i komunës në mbledhjen e dytë për vitin 2015 kanë nxjerrur edhe vendimin për takimin, do të thënë vendimin mbi kalendarin e takimeve të seancave të kuvendit, ku për muajin qershor është dashur të mahet me 25 qershor, gjë që ekzekutivi ka dështuar ta organizojë këtë mbledhje. Më pastaj, duke u lidhur. A keni ndonjë mendim pse është ky kjo ose s'paku? Po, sepse ne kemi bërë gjithashtu presion të Komiteti për Politikë e Financa, i cili është institucioni i parë, i cili duhet të mbajtë takime publike me qytetarë sa i përket hartimit edhe draftimit të kornizës afatmesme buxhetore. Mirë po, kjo u vonu shumë, edhe ekzekutivi ka dështu me e përpilu draftin e parë, propozimet e saj se si do të shkojnë për 3 vjet, do me thënë orientimi i komunës, dhe tek një ditë para se të thirret, do me thënë para se të mbahet seanca, është mbajtur dëgjimi publik me qytetarë. Mirë po, ajo prapë edhe pse ka qenë shkelje procedurale edhe e vonueshme, nuk është dashur që të procedohet me mbledhje të jashtëzakonshme. Pse? Dhënia e dekoratave për mësimdhënës, për nxënësin më të mirë, absolutisht nuk është çështje e ngushtshme për kuvendin. Dhënia me qira e lokaleve afariste, unë nuk e di që ka pas ndonjë interes të veçantë komuna. Po tash duke numëruar pikat e rendit ditës për hir të qytetarëve që po. Pikërisht. Masnej nuk ka vend në rendin e ditës në seancat e jashtëzakonshme. Sipas praktikave parlamentare, miratimi i procesit verbalit nga mbledhja e kaluar, sepse kuvendi po mlidhet për ta diskutuar një çështje të jashtëzakonshme. Dhe pika të ndryshme, gjë që pastaj u bë dhe më kontestuese pika e 7. Domthonë në rend të ditës ka mund të herët kushtimisht për këtyre. Absolutisht. Mbledhja e jashtëzakonshme thirret për një çështje të caktuar të një rëndësie të veçantë. Nuk ka nevojë as komitet për politikë e financa më mbajt. Te na ka ndodhur që dhe komiteti për politikë e financa ka mbajtur mbledhjet e jashtëzakonshme, masnej pas 5-6 ditë u mbajt edhe mbledhja e jashtëzakonshme e kuvendit. Ka tentu me umbaj. Domthonë në këtë aspekt shikuar, në del pak i çuditshëm epiteti i jashtëzakonshëm. Absolutisht. Pse në atë moment po? Absolutisht. Tjetra pika e 7 e cila është kontestuar dhe nga opozita, po dhe ne si shoqëri civile e cilësojmë si jo së pari etike që të procedohet në një mbledhje të jashtëzakonshme, sepse kryetari i komunës ka të drejtë, sipas ligjit, që me propozu dhënien e parcelave të ndryshme ose pronave të ndryshme të komunës në shfrytëzim, mirë po atyre duhet i paraprihet paraprakesh një debat gjithëpërfshirës me qytetarët, sepse vetë qeverisja lokale, do të thënë, funksionon në bazë të parimit të subsidiaritetit, i cili është se vendimet e qeveritarëve duhet të mirën karshi interesave dhe nevojave të qytetarëve. Ne kemi pas edhe ankesa prej kjo zona, nuk e di sakt si është numri i parcelës, po kjo pjesa e sheshi që është në fillim gjitur me hotelin, e që është propozu për me u dhënë shfrytëzim, ne kemi pas edhe ankesa edhe prej
qytetarëve aty që nuk e kanë ditë çka po ndodh, sepse prona është e komunës, mi po banesat, objektet banesore janë ata kanë pas një private. Kushtimisht ta quaj qytetarë në ndërkohë dhe kanë shpreh disa shqetësime. Mirë, po nuk është mbajt asnjë disa segmente të atyre shqetësimeve janë bartë edhe nga një këshilltar, janë bartë edhe në gjatë seancës së mbledhjes, po në kuvend. Mirë, të falenderoj për fillim shumë zëni Shënderica, zoti Zarici, po. Gjithmonë secilla çështje i ka dy anë, si medalja që ka dy anë. Nëse ka pas ankesa nga qytetarët pikërisht për cilën vend po flet Albolena, tani ka pas kërkesa për zgjidhje të problemit banimit, për shkak se banoj, jo, është vërtet janë kërkesë me emër dhe me mbiemër. Ata kanë bërë takimin të dielën. Edhe kanë kërkuar që të bëhen zgjidhje sepse ne jetojmë në një banesë të vjetër, e cila pikë, e cila çatine ka me barë, e cila ju kanë mbyll. Tash po fillojmë zoti Zarici, ju kanë mbyll ato çyngat për rrjedhën e ujit. Edhe është kërkesë ekskluzive që të ndërmirret diçka, të rënohet ose të ndërtohet ose të bëhet një zgjidhje. Domthonë kem kontradikta këtu. Po shumë e qartë. Megjithatë, pikërisht pika 7 ishte ajo pika. Megjithatë, absolutisht nuk e pengon asgjë kryetarin e komunës me bë propozim për fillimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim. Sepse ja lejon ligji. Është e vërtetë që seanca është thirrje jashtëzakonshme dhe e sqarova në fillim se është thirrje pa drejtësi. Këtë çështje mendoj se shumë çka kemi sqaruar për shikuesit tonë. Janë planifikuar para kohe, para se me ditë që do të ndodhë çështje e seancës si e jashtëzakonshme. Dhe për mos me i përsërit, po them, ajo s'ka qëndosht jetë seancë e jashtëzakonshme. Do të ishte e jashtëzakonshme pika për miratimin e kornizës buxhetore dhe një çështje rreth asaj pse s'ka filluar komuna me kohë. Shiqa, është lehtë me fol nga onash, po është më ndryshe kur jate. Po cilën me kohë, po mendon për kornizën. Çështja e hartimit të kornizës buxhetore ose planifikimit afatgjatë buxhetor. Shiqa, Ministria e Financave ti përcakton limit buxhetor, limitet buxhetore që s'mund ti të kalash. Dhe pa i ditë ata ti s'mund planifikosh. S'mund planifikon se di sa i ke mundësi, a e ki 10 milion, a e ki 1 milion apo 8 milion. Mirë, zoti Zarici, po janë procedura të cilat janë kodët e veçanta ekonomike, masne janë kriteret. Po i di me unë se 15 vjet mirë me këtu. Po, zoti Zarici, është çështje tjetër pse unë po të them që nuk mund ta fillosh ti publikisht hartimin edhe të bëjsh debate me qytetar pa i pas limit buxhetor, se s'ki kufi. Ai përcakton kufit dhe në bazë kufive buxhetor ti ke me hartu edhe të hyrat me planifiku, edhe me hartu projekte që pretendon të realizohet. Zoti Zarici, çakulla buxhetore asnjëherë nëpër komunë nuk ka shku me kohë. Po gjithmonë është procedurë në mënyrë të tillë që nuk ka pas nevojë për mbledhje të jashtëzakonshme. Po thash çish fillim fjalës tëme thash. Asnjëherë s'ka me kohë, po nuk është bërë seancë jashtëzakonshme, si pika një jashtëzakonshme. Po, jashtëzakonshme veç emrin se kanë postë jashtëzakonshme. Unë mendoj që në këtë aspekt mbetet shumë shka komuna me vu relacionet me ministrinë. Minutazhës shumë shkurtimisht se po kam dëshirë të dalim për të pika 7. Do të po ta bëjmë me hile, po si do ta bëjmë me hile. Jo. Tim minutazhës. Jemi të barabartë gjithë, varet prej momentit kur kyçemi, po dy ose tre fakte që janë kruciale. E para është qarkullia buxhetore e mban një datë. Mban datën 15 maj. Që do thotë fakt me cilin ekzekutivi nuk mund të thirrë se kemi vonesa të caktuar. Fakt tjetër është, një muaj e 15 ditë. Shkelja e procedurave ligjore. 15 maj. Shkelja e procedurave ligjore 15 maj. Një muaj tjetër, shkelja e ligjeve dhe procedurave ligjore. Mungesa e debateve me qytetar në kuptim të hartimit të draft kornizës afatmesme buxhetore. Është shkelja e dytë e radhës, për cilën pastaj ekzekutivi i komunës me një farforme krijon politikat i bën për veti, tani jo për qytetarët. Tjetër, konstatimi një fakti tjetër, organizimi i debateve sa përsye faqe, ose organizimi i debateve post festum, masi është dashur ta merr kjo formën e vet, debati me qytetarë pa marrë fare vrejtë ose çrime të qytetarëve, edhe një herë na vjen në atë pikë se ekzekutivi i komunës në fakt tani më në kuptim të mënyrës si është duke funksionuar, nuk është duke funksionuar kuptim të interesit të qytetarëve, por për interesa këtë veta. Morëm mikëshimi edhe pikat një nga një, besoj që kena me orë edhe tek Po i mbyllim këtë aspekt procedural dhe ligjor të thirrjes së seancës, për të ndalë më shumë te pika 7, në aspektin ideor, në aspektin e nismës, çështjes. Pse? Për arsye se para se qytetarët të shqetësohen për ndërprerjen apo mos vazhdimin e mbledhjes së jashtëzakonshme, në opinionin Frezajas kanë gjallë shumë interesim, gjithsesi të jashtëzakonshëm, fakti i
hedhjes përpjekjes për të hedhur apo për dhënien në shfrytëzim të këtyre parcelave, të cilat në esens janë shumë kushtimisht shprehna nevralgjike apo janë shumë domethënëse për qytetin e Firizajt, nisur nga fakti se prekin zemrën e qytetit dhe prekin ato që ne quajmë identitet urban të një qyteti. Është fjala për sheshin, është fjala për ndërtesat prej hotelit Lybeten e deri te posta, pastaj janë pikat ku ka qenë gjimnazi vjetër dhe ish konvikti apo internatet siç njihet nga qytetarët i ndërtuar qysh në vitet 30 apo vitet e para të viteve 30 dhe ndërtesat tek Kryqi i Mikelit, domethënë krahu i majt në shkurje të tregut të Gjelbërt. Këto zotë Zariqi është një të na informon as më tepër që i dinë që këto ide kanë qenë edhe përpara. I potencove që bëjnë 4 parcella dhe nuk janë 15, po parcella të cilat pastaj janë parcelizuar për shembull 1090 thyje për 1 thyje për 2 thyje për 3 që bëhet fjalë për një parcellë. Nuk bëhet fjalë për 15. Mirë, ndoshta ajo është prezantuar. Kjo është realitet, në fundit janë letrat. Po unë mendoj se për këtë çështje absolutisht s'ka nevojë më ushqetësuas në qytetar, po duhet të gëzohet nëse arrihet të ndodhin. Sepse askush nuk është qërru, ose nuk është vërbu, ose nuk është çmend me ndërmarr hapa kundrejt qytetit vet ose kundrejt qytetarëve vet. Jo, problemi është se rrezikon komuna të humbë pronësinë vet. Nëse absolutisht se humbë pronësinë vet, komuna e humb pronësinë vet vetëm me jep shfrytëzim për 99 vjet. Sikur që edhe sot nuk e ka pronën e vet, se dikush tjetër ka shfrytëzim. Se ata banorë që i kanë banesat aty, ata e kanë me pronë, prona e tyre është, po është në sipërfaqe ose në hapësirën sipërfaqësore të komunës. Dhe komuna herë kur që të ndërmerr diçka, aty në duhet javë kompenzoj ato. Problemi tjetër që është diskutuar apo është ka mbretëruar si atmosferë është problemi që ato janë pronë private atyre njerëzve, por në sens si pjesë identitetit të qytetit, ato nuk janë vetëm të tyre. Ato në farforme janë gjithë qytetit. Prandaj duhet një konsenzus më i gjerë. Dhe të lutem, dhe e njëjta ndodh përsëri. Atyre mundsohet një hapësirë banimi më e mirë. Qytetit i mundsohet një dukje shumë më e mirë dhe jo e shëmtuar siç është sot. Ma funksionale. S'paku pretendohet. Përfitim, po normal pretendohet me projekte të cilat do të konkurrojnë dhe të jenë të arsyeshme për qytetin, sigurisht. Përfiton edhe qytetari, edhe komuna dhe prap pronën komuna e runë sikur që e ka. Prap është e komunës. Dhe nëse nismi detajisht, sheshi, prap mbetet shesh, prap shfrytëzohet nga qytetarët si shesh, po mund të jetë shumë më i zbukuruar dhe duke u shfrytzuar edhe nën toka e sheshit. Dhe çfarë humbje psojnë qytetarët këto? Keni menduar hollësisht sa lejojnë parametrat teknik që ajo të shfrytëzohet në aspektin nuk qëndron fakti se duhet bën studimet e fizibilitetit, pastaj të merret iniciativa për dhënien në shfrytëzim. Duhet dihet çka do të punohet, pastaj të bëhet fizibiliteti. Se nuk ka fizibiliteti i njëjtë sikur nën parkingje, sikur ndërtime 2 katëshe, sikur 50 katëshe. To do të më kuptu. Nuk është arsye me kërku fillimin ose përfundimin e fizibilitetit. Apo do me seru. Pse është shumë ledhja? Ledhja është shumë sepse nuk ka fizibilitet. Por nuk qëndron. Fizibiliteti duhet bëhet konform projektit që ti e miraton me ndërtu ose me rregullu. Nëse ne morëm vendim me kriju, me ndërtu një parking nën toksor 4 katësh, duhet bëhet studimi fizibilitetit i ujrave nën toksore a lejohet as lejohet. Dhe nëse s'lejohet, nëse ne bëjmë e bën këtë 3 kat, e bën 1 kat. E pikërisht këtu do të them që fillimisht duhet merret leja. Çfarë do të ngjante? Po të ishte aprovu, e që unë besoj që duhet të aprovohet, sepse ka arsye të pengohet. A do të hedhët kjo sërish gjatë verës apo po? Kjo do të bëhet sigurisht me një seancë të radhës, unë nuk mund të paragjykoja nesër mas nesër, po do të bëhet. Dhe nëse bëhet, po supozojmë që merr pëlqim, pastaj komuna shpall tender për projekte të caktuara. Dhe në bazë projektit që shpall e ban studimin e vizibilitetit. Nuk mund të jetë studimi i vizibilitetit pengesë me fillu procedurën elementare ose fillestare. Dhe dyshimet se do të ketë keq përdorime, vërtet s'mund të hiqen. Mirë, po ato duhet të udhëhiqen vetëm pak, duhet të udhëhiqen në mënyrë transparente, publike, do të konkurrojnë gjithë ata që janë të interesuar dhe do të vlerësohet nga komisioni kush projekton më me interes, cili projekt, pavarësisht i kujton dhe prap ku vendi do të merr vendim a do të bëhen as do të bëhen ato projekte. Domethënë pa fillu nuk mund të përfundon asgjë.
Nuk mund bëjmë na studime fizibilitetit sepse afrem, vetëm pak kushtojnë ato. Ti nëse i ban që të studime fizibilitetit komuna sigurisht do t'i kushtojnë për 4 vendet 100.000 euro. Mas po, këti mund t'jenë 150. Edhe që sfillaj procedura, çka bune? I humbe që të pare. Në s'ka logjike punë. Fizibiliteti bëhet për projekt. I takon komunës. Po, për projekte caktume. Për projekte caktume mund bëhet. Është korrekte ajo që fizibiliteti bëhet për projekte caktume. A lejohet as lejohet një projekt më zhvilluar aty, rrethonat kushtet mirën gjella parasysh. Atë pse keni pas frikë? Pse keni pas frikë atë nga një aprovim? Unë do të përgjigjesha kryetorët me fjalën tjetër turt tonën që ne na ka dije këtu mbështetje për i frim kurse. Kryetari i komunës ka dhënë çak shumë argumente që nuk i respekton ligjin, bën shkelje flagrante dhe bën devijime të ligjeve gjatë kësaj periudhe 1 vjet të gjysmë. Ju keni përmendur formën e hedhjes për tender, sa di unë. Dëgjoj, po. Keni hedhur dyshime, po. Për mua ka qenë pika kryesore e dilemës e dyshimit ka qenë kjo. Është bazuar në një rregulluare QRK 23/12/2013, e cila lejon procedurat pa tenderim, pa konkurrim. Kjo bëhet vetëm për raste të veçanta. Ka mund me bëj për një parcelë. Dhe kjo bëhet me kërkesa të veçanta. Mund ta bëj presidenti, kryeministri, për qëllime të caktuara, bashkia fetare mund ta bëj, i duhet për xhami ose dhe procedurat i në shfrytëzim, i në shfrytëzim. Se në kodët të ligjit për dhënë shfrytëzim, pastaj ka atë shumë në nënë dhe shumë në nënë. Është thirrë në nënën 20. Një ndërto është edhe kjo. Është thirrë në Po kjo do të thotë që vlen për këtë rast. Është thirrë në nënën 20. Absolutisht. Po i keni në tjera e tjetra nuk kryetor. Nuk mundot më dhonë me shfrytëzim tokën pronën e cila nuk është pronë e komunës. Në pikën e 15 që mund të jetë në kodër. Pse nuk është pronë e komunës? Sepse Ngostra katastrale numër 2152 është rrugë. Edhe është pronë e PSH mirëmbajtja rrugëve publike, nuk është pronë e komunës. Ka në kodër të parcelave që janë propozuar kjo prej hotelit deri te posta. Në kodër të parcelës së tërësishme ka prona private, të cilët janë të kufizuara. Edhe tash për tash është bor, jo, dëgjoj, unë në bazë të vizatime, domethënë është brenda kornizave. Tema ajo hum karakterin, sigurisht, është hapësirë publike. Jo, publike për komunës është afrem. Po, është komunë. Afrem. Ka prona, ama qytetarët nuk kanë çështje në ka pronë privatizuar. Ka pronë të privatizuar. Jo, nuk është e komunës, thjesht është borës, është i komunës. Është edhe objekti edhe obori është privat, sepse ka privatizuar. Ai mund bëj gjithçka, ai mund të është i bashkangjitet edhe projektet. Është e Krembiba që e ka privatizuar. Nuk e ke në parcel. Okej. Nuk e ke. Mund ta shqip, mund të po, ajo nuk është për universitetet të punëtorë. Po. Tjetra, ç'është Jo, po më thuaj se s'është para pa me marrë vendin për ta. Po, dëgjoj, timin cila ndërtesë është ishte ndërtesa është ajo private. Po, ai është vërtet që ai mund të kenë si një palë. Unë po tentoj me arsyetu largimin tonë. Edhe jo pse neve na kam tek kjo punë, kjo çështje, kjo dilemë, kjo fri. Është vetëm me fakte, vetëm ato që kanë argumentuar. Kur mendoni se ju mund ta aprovoni këtë? Përgatitja e seancës për kuvendin komunal që një vit të gjysmë gjithë janë jashtëzakonshme. Asnjë pikë renditës asnjëherë nuk përgatitet. Absolutisht, kemi këtë metë. A keni dyshime jo se me këtë iniciativë komuna tenton të shndrodhë një firmë private vetëm? Dëgjoj, ligji për dhënje në shfrytëzim. Afrem. E ka shkel kryetari. Ligji për dhënje në shfrytëzim dhe këmbim të pronave e ka shkel, kemi fakte. Ai ka bërë marrëveshje kundërligjshme për një kontratë 1 vjeçare, nuk e ka bërë me ankand, që është domethënë me ligj, po e ka dhënë vetë që ka dashur më dhon, pavarësisht shumës. Për cilën kontratë ke fjalën? Është një kontratë, një pronë e cila është përballë shkollës Tevfik Çonga. Është një kompani librash dituria. Për një vjet tash, për me mbyll, për me s'me bos madhe këtë dilemë, këtë çështje, dhënie me qira. Po është e bazuar me çet ligj. Edhe e ka anulu, mas një viti e ka anulu dhe tash ka marrë vendim kryetari për me rënë krejt. Për me mbulu gjurmët. Ka pavarësisht që nën kryetari mund mos pajtohemi edhe për kompenzimin e marrëveshjeve që ka komuna me ata të dëmtuarit. Në shkrues është realisht nën kryetari, po kjo ka nënshuar një akt të kryetarit. Ende nuk dëgjova mendimin e juaj sa prek kjo identitetin e qytetit. Edhe sa e arsyeton nevojat që ka zoti Zariçi. Identitetin e qytetit
ndrohet, e shterë debati. Debati është përcjellje me debat publik. Absolutisht, qytetarët vendosin a duhen as se duhen këtë formë qytetit, po kjo nuk do thotë që s'mundet më bë. Kjo nuk është ndoshta e fundit pse ne po kundërshtojmë, sepse edhe pse miratohet një vendim për me dhënë diçka ndërtim, nëse qytetarët nuk duhen, nuk ka fuqinë botë që mundet me bë. A keni menduar cili qelës do të runte interesat e komunës atë zotë Zariçi përveç vitit 99 të shfrytëzimit? Po sigurisht më burr. Ai që ofron më shumë. Është ligji për koncesión. Absolutisht, me tender është ligji me koncesión edhe me partneritet publiko-privat, mbi të cilën nuk janë thirr absolutisht. Dëgjoj, na nuk mundna me dhënë lehtë. Dëgjoj, atë çysh është se unë kërkoj falje për kualifikime. Kryetari i komunës marrë më sfar që është i jashtëzakonshëm në përdorimin e nuk është kryetari, tu mundesh me adresu në kryetari dhe megjithëse edhe në kryetari është i emëruar. Edhe përgjithësia mund të mos jetë njëjtë me kryetarin, po ai është i njohur që një vetë gjys për manipulimin e vendimeve të komunës. Edhe na nuk kemi guxim na mi dhon kohë rrugë një çështje kaq të rëndësishme, sepse po bëhen pjesë e shkeljes mbyt jashtëzakonshme të ligjit. Edhe jo na është mi bin qytetarët që po mendoni s'keni guxim politik, s'keni guxim për shkak të mungesës informacionit, për shkak të interesave qytetare. Këta nuk kanë sjellë asnjë argument, edhe të idesë çka kanë me bën. Na po supozojmë, po që domethënë garazhat ndërtoksore, afrim nuk mund më vonë me tokën në shfrytëzim. Ajo është e rregulluar me ligjin për partneritet publiko-privat ose me koncesion. E merr pronën, ndërton diçka, mirësh vesh me komunën, sa i takon komunës, sa i merr investitori dhe kjo punë realizohet. Qysh mundesh më javon një tokë për ndërtim, në shfrytëzim, një ndërmarrje, një kompanie, e merr ndërtet edhe shet. Ai shet pronën se është e ka drejtën se është investitor. Okej, pajtuna me xhavitin që toka i kthehet komunës, po toka në secilin vend edhe privat. Nëse mirë leja edhe kem praktika që është dhënë toka për 99 vite dhe kem praktika që ato pastaj janë për shpjegim stërshit për shpjegim po do më shpjegove se mund gjani njëjta gjë. Xhavet po ta shpjegoj po ta shpjegoj edhe një çështje me letë që është rregulluar. Në qoftë se e ke pronën private, krejtësisht private, e bën një ndërtim të lartë, nuk mundesh me marr leje, po me leje është e rregulluar që prona toka nuk është më e i kthehen banorëve, është publike, është prunë publike, është e njëjta. Konflikt interesi komunal. Absolutisht ka asnjë konflikt interesi. Shiça. Është vërtet që fatkeqësia e kthen pronën në fatkeqësia është se secili nga ne thirret në interesin e qytetarëve. Dhe secili pretendon se ka drejt. Unë nuk besoj që i cenohet asnjë drejt qytetarëve nëse bëhet një objekt shumë më i mirë se sa që është. Asnjë drejt si cenohet. Nuk i cenohet asnjë drejt nëse bëhen në parkingje dhe bëjnë zgjidhjen e parkingjeve të qytetit. Po cili është interesi i komunës? Interesi i komunës është që, po do më ta shpjegoj tash pak më shkurt. Nëse ndërtohet, e kemi një objekt këtu për shembull 2 kaç. Edhe e bën një objekt 10 kaç. Ruhet kualiteti i jetës zotë Zariçi. Sigurisht që përmirësohet. Po jo, është problemi që në atë objekt 10 kaç, ai që do ta ndërton, sigurisht do t'i ofroj komunës. Unë tash po supozoj edhe për 15 ta 50. Kjo relative. Do të përfitoj. Do të përfitoj komuna. Nuk do të humb. Të njëjtën kohë qytetarët nga ato banesa të vjetra dhe të pabanueshme do të përfitojnë hapësira të reja për banim. Mirë, çka humbin qytetarët? Do me thënë densiteti i banorëve dhe kërkesa për banim më të lartë kolektiv, sepse tu i kemi edhe dilemën. Kërkesa për banim, kërkesa motivi kryesor që ka shpirë deri te kjo, është modernizimi i qytetit. Normal, në radhë parë është modernizimi i qytetit, sepse shëmtia e qytetit është aty kush do që të kalon. Shëmtia e qytetit është te rrugë kryqi i tregut edhe kafurra Mikeli që i themi. Shëmtia e qytetit është thuti që jetë Gërmallë dhe Sarajevës pas luftës te shkolla ekonomike. Dhe unë nuk e di ka e pengon nëse aty punohet dhe ndërtohet. Ka e pengon. Aja prish synin se mësu gjithmonë me pa keq, nëse sheh mirë apo çka? Që ta pyesim vetëvendosje, ju pengon juve kjo pamje qytetit çfarë është sot? Dhe a shpresoni se si çfarë kryetari pavarësisht prej qëndrimit të opozitës, unë do të vazhdoj me modernizimin e qytetit. Do të ngjani modernizim? Natyrisht si subjekte politike në programet tona kemi interesin e qytetit dhe të qytetarëve. Këto folë që është punuar për qytetarët, këta është për interesat e komunës, po faktet flasin diçka tjetër. Po të punoj për qytetin, për interesat e qytetarëve. Gjendja në komunën e Frejzajt do të ishte më ndryshe. Tani më kanë kaluar mbi 15 vite që qyteti i Frejzajt, komuna e Frejzajt,
nuk e ka të zgjidhur problemin e varrezave. Është problemi pa zgjidhur. Domethënë kanë kaluar 15 vite qeverisje, nuk e ka zgjidhur problemin e varrezave. Sikurse nuk e ka të zgjidhur problemin e spitalit. Qytet, komunë, mbi 100.000 banor, pa kinema. Qytet me një infrastrukturë urbanistike, tani me pavarësisht investime se janë bërë, me plot të pyetje, kuptim të kualitetit të tyre. Të flasim për këto që janë tash shumë aktuale. Po, flitet të për interesin e qytetarëve, dhe janë në bashkë të panelist janë 2 persona që kanë qenë pjesë e qeverisë më hershme. Domthonë kur flitet për interesin e qytetarëve, natyrisht me pas më kthy pak në retrospektivë që çka është vepruar. Shkelet e propozimet e ekzekutivit, duke dhe kalimi tyre në kuvend, ndonjëherë po them, duke vepruar me logjikën e numrave, nuk janë të pakta. Ne kemi një ndryshim të planit të rregullues urban nga zona 2 në zonën 1 pa asnjë debat publik, duke shkruar gjitha procedurat e mundshme ligjore. Por për fatkeqësi kalon në kuvend, duke funksionuar me mekanizmin e votave. Procedimi i pikave pastaj për dhënien e pronave në shfrytëzim. Si lëvizje vendose kemi bërë gjithmonë kemi bërë vërejtje kuptim të mënyrës se si procedohet. Baza ligjore jo e saktë. Tani më për korreksi më duhet ta citoj procedimin, pronave që janë dhënë në shfrytëzim në datën 4 qershor vitit 2015. Ndër të tjera, thirrët në rregulloren e Qeverisë së Republikës Kosovës, 23 thyrje për 2013 për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim të kombimit të punës së palishme të komunës. Domethënë, thirrën në nenin 20, paragrafin 11. Po ti me ma përmbledh se jemi ka fundi emisionit. Jo, është më rëndësi. Po, jemi shumë ka fundi emisionit. Shumë rëndësi, faleminderit. Është shumë rëndësi, në 20 paragrafin 11 thotë dhënia e pronës së palishme të komunës në shfrytëzim me qëllim të realizimit të investimeve në sektorin e energjisë bëhet me vendim të kuvendit të komunës bazuar në legislacionin e zbatueshëm. Nuk kanë të bëjë fare këto me sektorin e energjisë pronat që janë dhënë. Domethënë procedimi pika pa asnjë kriter ligjor. Miratimi i tyre pastaj me një vot kështu them pa asnjë arsye të caktuar. Edhe neve si legislativ na vjen në pikpyetje në kuptimin e asaj se si procedohen këto pika, për çfarë interesa procedohen këto pika. Dhe natyrisht tani më anëtarët të kuvendit që organi i kuvendit komunës është organi më i lartë nivel komunal, duhet të jetë më sinqert. Kuptimin e asaj se çka në fakt po miraton për komunën dhe për qytetarët e saj. Një shëndresa, deshte po. Fisht ja bëjmë dije më sushese shumë se të nderi për spitalin, në shpall, të nderi për shtëpitë kulturës, është shpall. Nuk është e vërtetë se është bën ndryshimi i zonave pa debat, s'është e vërtetë pse s'ke marr pjesë te o çështje tjetër, debati është mbajtur. Dhe nuk qëndrojnë ato që pe i thu syl se është letë me akuzu, po është vështirë me punu. Mas letë, jam veç me thonë pse së bon. Sepse nuk ka buxhet ferizoj, me aplotë dëshirat gjithë qytetarëve. Po të kishte, do të ishte shumë mirë. Nuk ka letë me akuzu. Jo, po akuzon e ka pja fut. Po do të bilexuar me shumë shpejt dhe shumë i përmbledhur. Si shifni? Jo sem fakt drejt. Gjithë këto ndryshime pa debat me qytetarët. Qytetarët e komunës së Ferizaj. Po, kuptim këtë asaj çfarë thamë. Ne si shoqëri civile jemi pro iniciativa për modernizimin e qytetit dhe funksionalizimin e qytetit, mirë po në të gjitha këto duhet të marrin pjesë qytetarët dhe të bëhen pjesë e vendimarrjes. Ajo që na tiri tash diskutu, mirë po mdoket që na kaloi një element shumë i rëndësishëm është vetë procedimi i këtyre pikave, pavarësisht nëse mund të hedhim dyshime a ka interesa të veçanta të një grupi të caktuar apo të individëve të caktuar, është dashur ti përcjellën secilës ngosër kadastrale arsyetimet. Jo, është keq ose i paraprin politikave tona zhvillimore. Absolutisht nuk është keq, pse kanë interes. Secilës ngosër kadastrale e cila është propozuar për me u marrë vendim, për me u dhënë shfrytëzim, me ju përcjell edhe arsyeshmëria. Çfarë do të ndodhë në atë zonë kadastrale, cili është interesi i komunës dhe si do të procedohet. Normalisht që modernizimi është i mirë se ardhur. Mirë po kanë rëndësi edhe objektet, domethënë të cilat janë hedhur në propozim për me u ndryshu apo me u shkatru fare për shkak të kujtesës kolektive e cila ekziston në komunën tonë. Ne kemi raste sikur për shembull shkatrimi ose tjetërsimi i shkollës Tevfik Çanga,
ne pajtohemi gjithë që ai objekt ka qenë i funksional, i vjetër. Po, që po na shkatron objektet e kujtesës, po. Objektet e kujtesës kolektive. Ne akoma nuk kemi arrit që ta bëjmë një koncept të ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe memorjes kolektive cilën e kemi në qytetin. Po që tash prapë edhe këto propozime cenojnë pak a shumë. Cenojnë, sikur që është gjimnazi, sikur që është Po vallohet gjimnazi se nuk cenojnë se kur farë objektet kulturës në Ferizaj. Mirë, kjo është çështje për një debat. Kjo është për një debat plus për një debat të shtëpiat vjetra që janë ndërtu lidhje pa lidhje me një sistem sociale që zhvyn sen. Unë du ta them përfundimisht një çështje. Jemi shumë fund sa i përket modernizimit fundit, po fjalinë e fundit. Sa i përket modernizimit të qytetit, në cilën dush pjesë, qoftë qendër, qoftë periferi. Për mendimin tim, edhe sikur mos përfitonte asnjë cent komuna dhe të bëhen objekte të mira, të bukura, të funksion të qytetit dhe qytetarëve, unë do të isha pra. Mirë. Jemi në fund të debatit, vjen keq. Unë e kuptoj se kemi shumë çka të diskutojmë. Kjo që ngritet zoti Zariçi është për një debat të ri, por kemi raste, besoj, shikues të nderuar, ju falenderojmë që ishit me ne dhe mirëpafshim në debatet e radhës. Ju falenderoj. Shihemi.